Unë nuk bi dakord me profesorin në një pikë. Ronaldo, mbi të gjitha është talent. Absolutisht, jam plotësisht dakord që përgatitja. Nuk është më pak Messi. Se flasim Ronaldo, po Messi ty të luan po thuaj se 40 metra larg portës. Janë lojtarë ndryshe. Një minutë. Messi luan rreth 40 metra larg portës, ndërkohë që Ronaldo luan në vijën e 16-ës dhe në portë. Dhe ky del me golshënuesi më i mirë prej vitesh. 40 metra larg luan. Ai vjen këtu që të vinë zonë të bëj murin për të gjuajtur ose për të goditur nga goditet standarde. Të dy janë shumë të talentuar, po janë dhe shumë të përgatitur. Fizikisht. Po, patjetër. Dhe djemtë e sotshëm janë shumë përgatitur fizikisht, nuk është ajo që janë përkthjelur, se janë futbollistë profesionistë, nuk janë kalamaj. Në kuptimin që kanë shkuar për të luajtur një herë për të marrë dorë me lek. Po, nëse haron pasaportën në hotel dhe ekipi po niset për në ndeshje, unë mendoj se je kalamaj, nuk je përgjegjës. Vetëm asaj që thua ti, treqeregu futbollistëve kanë histori që unë i di edhe më mirë se ty, në qik, se i njofë që nga vini. Ti mund t'i dish që kam jetuar, se kam lodhë Jo, kanë bërë nga këto numrat që po thut ti numra pa fund. Kanë arru pasaportën, ka ardhë në Rinas, s'ka pash pasaportën, po kjo s'do të thotë që është i papërgjeshëm. Kjo do të thotë që nga rkesa ati është e madhe. Pse nuk më falë? Je gabim, pra, po jo, në regull, gabimin... Ata luftojnë fort. Në regull, pra, do diskutojnë apo jo? Ata po bëjnë futbol burrash. Futbolli sot është më i ashpër se çka qenë. Jam dakord me gjitha. Se nuk harroj telefonin dhe harroj pasaportën, kjo është pyetja ime. Do luajmë ndeshjen në orën 8. Se me telefon foli me dashnoren. Pra, shikon që është i papërgjeshëm. Po patjetër. Është i papërgjeshëm. Shikon që gabim ti. E ka zgjedhur federatat e shtetit. E ka zgjedhur federatat. Pas ka drejt të dashurijë? Si ka lënë bashkëshortë dhe futbollistëve në... Apo është Spartan? Por gjithashtu nuk ka të drejtë ta lërë ekipi në balë dhe të harroj pasaportën. Fireza po thotë që duhet kujdeset për të dyja. Edhe një herë. Çfarë ndodh brenda një ekipi, ata kanë qenë futbollistë vet. Çka gallata ka aty sa të dush. Ato që publikohen janë çerreku. Problemi është kur flasim për futbollin, se bëre një pyetje. Po. Futbolli sot është fizikisht shumë lart. Teknikisht, për mendimin tim, në vlerat teknike individuale, ka probleme. Por pasimi për shembull është vlerë teknike. Ai ta pason topin 30 metra ta jep te komba. Pra tregon që edhe teknikisht nuk është keq. Flasim për cilësi siç ka Messi që merr 4 veta si Maradona, 5 veta, 6 veta ose Ronaldo që me gishtin e këmbës e rrotullon topin ku do ai dhe ta çon port. Normal. Këto fenomene nuk do i shohim më për shumë kohë. E qartë, më gjyqi kam një pyetje, por që mos e bëj pyetje nga bim live-it, do më ndihmosh ti te kjo pjesë.